Shoku mjel. Tunja tjetër. Tunja tjetër. Urdhroni. Më bëhet qefi që u kanë emëruar tek ne. Plotësoni dokumentat dhe paraqituni me një herë detyrë. Tani më falni se më duhet përcjell flot. Miropafshim. Miropafshim. Shokumjal. Shokumjal. Përse keni urdhëruar që këtu udhëtim unë dhe kapiten Alimi të mos bëjmë gjueti pelagjike? Jo vetëm këtë udhëtim, por derisa ta shohim ne të arsyeshme, ju nuk do të dëgjuani bashkë. Dhe pse është marrë ky vendim? Por derisa s'dha rezultat, nuk mund të vazhdoj. Në gjendjen që jemi tani, nuk mund të merremi as me gjueti pelagjike, as me eksperimente tjera. Për çfarë eksperimentesh e keni fjalën? Për kërkimin e zonave të reja të peshkimit. Ato dojnë ndërprisni. I thonë fund jashtëmujori e s'jemi mirë me planin. Me një fjalë, të kthehemi sërish atje ku ishim. Kështu nuk dalim dot nga gjendja. Sipas jush, çfarë duhet bëjmë? Të përpiqemi më shumë. Jo vetëm ne, të gjithë. Urime, Petrit. Të kemi caktuar zëvendës kapiten në një nga anijet më të mira. Ju falenderit. Kur do të fillosh? Që sot? Atëherë që lofsh. Unë nuk mund të lejoja që 2 nga anijet tonet që mbajnë peshën kryesore të planit të merren me një gjueti që nuk jep rezultat. Po në rrethet e tjera me gjueti pelagjike merren disa çifte anijesh. Ata mund t'ja kenë marrë dorë. Tanët jo vetëm që s'kan rezultat, po mbeten duke grisur dhe tratët. Sidoqoftë, ne nuk duhet të ngurojmë. Nuk po ngurojmë. Borakut veç gjuetis i lejuam të merret edhe me kërkimin e zonave të reja të peshkimit. Mjal. Përse nuk i kanë dërguar akoma relacionet për realizimin e 6 mujorit? Presim të kthehen edhe disa anije nga peshkimi. Po erdhën ato plot, mbase rregullohet disi gjendje. Sikur ta shtynim 1-2-3 ditë. Në asnjë mënyrë. Tani sapo kthehem nga komiteti. Më hoqën në vrejtje për vonesën. Shoku drejtor. Çfarë shoku drejtor? Mos do të na pshikollojnë prapë në gazetë?
Borak, kam frikë. Çfarë frike? Vajza ka gjithë ata doktor të koka. Gjendja është stabilizuar disi. Po. Megjithatë, ajo do të qëndrojë shtruar derisa të linë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. U qetësove tani? Si do qofte ka fëmin e parë. Si thua, ta lajmërojmë Hektorin të vi nga Komani? Lajmëroj. Mirë do të qetish edhe ti. Këtë drejt, por nuk mundëm. Ania është bërë gati për lundrim sot. Ky është Jazimi, brigadier dhe veterani i Anijes. Të një tjetër. Kryen të detyrën e zëvend kapitenit. Tani që erdhe ti... Petroja, ja ka ënda që deti ti ishi mbushur i tëri me lëngë rushi. Mos li afro me cigarë të ndezur, se merr flak si fishek zjarre. Habibi, personi më me rëndësie ku i pashit. Shefi klinikës barkologjike. Me ty duhet e kesh pa tjetër mirë. Ndryshe... Provoj po desh. Dardani, krye motorist. Si e? Helmetet dhe maskën antigaz ja bëjnë e porosi, se ka kokën jashtë standardit. Tani, sa të vi kapiteni, shohim foljen tonë. Shojmë. Iqe njëro qasa. Iqe se të letëson ke e bekuar. Tu një tjeta. Dhe mi se na erdhe në Anije. E njohe me ekuipazhin? Si urdhron, kapitan. I kam djem të mirë. Do ta kalojmë bashkë për bukurinë. Edhe unë ashtu shpresoj. Me kapetan Alimi më bënim gjyeti pelagjike. Por në ndanë. Po të kishim punuar mirë, nuk do në ndanë të njeri. Ngelëm duke grisur tratat. Sepse të gjithë e edhin tratën me kokë të vetë. Nuk ishim mësuar të gjuanin dy anije bashkë. Ja nga të ruar ajo, kapetan. Të tjerët ja kanë marrë dorën. Dhe jo keq. Do të vish këtu ti me ne? Do të vi. Mirë atëherë. Shko në shtëpi e merresh të nevojitet për 10 ditë. Do nisemi sonte në mbrëmje në orën 7:30. Miru takofshim. Miru takofshim. Kapitan, Shko edhe ti, shko. Mos harro të kthesh në orarin e caktuar. Patjetër. Ashtu. Mos ofruma gjersatarit. Përsëriti? Përsëri. Iko që në rrugën tënde. Ikse, u tërbon era peshk. Koce? Si të quaj? Aulona më quaj. U knaqe tani?
Dhe emrin e ka të bukur. Edhe vetë, si Serendeti është. Ti po më duke sot si një njeri krejt tjetër. Se si të duke, nuk e di. Unë vetëm ajo që kam qenë. Atëre, përse gjithë kjo ftohësi? Të kujtohet si më patë thënë. Kur të bësh udhëtimin e parë, do të përcjell gjë në bord anijes. Për tjetër udhëtim. Dhe tjetër anije bëj fjalë atëherë. Si mundet të shkëmbesh profesionin e një kapiteni anije me atë tim peshkatare? Valmora, pse flet kështu? Të thash të mos paraqitesh në punë. Diç mund të rregulloni me baban. Ai ka plot të njohur. Po të kishe pritur ca? Mund të caktoni në një anije tregtare. Në qoftë se puna që fillova është larg për fytyrimit tënd, kur të kthehem, mos dil të mpresësh. Udhëtimin e parë, do të përcjell gjë në bord anijes. Çfarë të mundon? Asgjë, kapitan. Mos të vjen keq që të saktuan këtu tek ne në peshkim. Jo. Anije këtu, anije atje, kapitan. Bashkë do vazhdojmë të kërkojmë zona të reja peshkimi. Po i zbuluam ato, do jetë një gjë e madhe. Çe kjo? Me siguri kapje! Stop! Stop! U përcop trata! Ku e ke mendje? Ira tratën! Ira ma e u përcop! Në bere kështu more qazo. Në zgjendje e shtrata që kemi lartë. Duhet të armatiset. Të armatiset me njerë. Që ndodhi, kapitan? Ka rënë ujtë pak. Stop! Cop qenë ka bërë. Bire tratën!
copë që në kam bërë të gjitha. Hajde lule, sokake, zemra lule, pikon gjake. Habib, urdo! Leri lule tani, edhe ti në kishë ndihmë shok. Si urdhon, kapitan? Që ka zënë kë kapetani ynë, ka për të nëzirë me këpus të kuqe. Apsyt e druga ti. Në shlakë si lidh poqat. Qevret menjen. Kujdesu më mirë të një mosh kapitenin në eksperimente që po bën. Shtrëngoje. Ha, shtrëngoje. Shtrëngoje mordjal. Hej, ku e ke menjen? T'janë tharë duart? Qazim, u bëgati trata? Akoma jo. Kapetan, përsërit e batullat do të gjojmë? Pa tjetër aty. Pse pyet? Nuk kemi trat tjetër. Prandaj duhet të tregojmë më të kujdeshëm. Të mos lehtisim. A, kot e kjerë, kapetan, kot. Edhe ato dy peshë që zumë, nga të guvave e shkëmbeve qenë. Tjerësën do të derdi me lekë, s'do marin fare. Po ku të gjojmë? Ne po të gjojmë edhe në radio. Edhe anijet e tjera nga 10-15 harka për kalat kanë zemë. Më miraq, se sa të lem tratat në fund tetit. Ne do të aprovojmë këtë zonë. Tani që na erdhi dhe Petriti, do të studiojmë më me baza. Ashtë e hegër, por duhet studiuar. Apo jo, Petrit? Një punë e filluar, është mirë të qohet deri në fund, kapitan. Po. Duhet studiuar. Do të aprovojmë qoftë edhe sikur të rrezikojmë ca. Si thoni djema? Ta provojmë. Po sikur të na ndodhe një krisje tjetër. Do të kthehemi në mol pa një kokër peshk. Prandaj duhet ta njohim sa më mirë atë. Që të dim se ku t'i hedhim tratat. Shefi nuk të pyet çfarë zonë është reja ke zbuluar. Por sa arka peshke e sjellur? Shefi nuk duhet të mendoj vetëm për sot. Përgjithësinë për realizimin e planit, e manaj ama. Përgjithësinë e mbajmë të gjithë. Po dhe ne nuk kemi në një përfitim nga këto kërkime. Nuk është ashtu. Nuk duhet menduar vetëm për të sotme. Djalësh, mos na i trego arat. Është rregullkura në det. Qazim! Po të mos kishim punuar bashkë kaq kohë, do mendoja ndryshe për ty. Kapetan! Kërkojnë urgjent në radio! Po, Boraku jam. Të dëgjoj neta, Marje. Kapetan, Mirela lindi djalë. Urime, të dy janë shëndoshë mirë. Mos të largo, foli të morin. Shqiponja, si më dëgjon? Marje. Të dëgjoj Alim, të dëgjoj mirë, Marje. Që me jetë gjatë, kapitan. Faleminderit, Alim. Faleminderit. Mos u largo, foli e zërë. Shqiponja, ju fleti e zërëca. Marje, nipshja me jetë gjatë, kapitan. Ju faleminderit. Roj nipshja, kapitan. Faleminderit, Qazëm. Urime, kapetan. Mrof, Petro. Ne do ta lagim, ha? Ta lagim. Me jetë gjatë nipi, kapetan. Faleminderit. Kapitan, urime. Mrofsh. Kapetan, Ha mor birë. Adriatik buri emër. Se në këtë ure e mori lajmë. E mori vesh Borake që Mirela lindi? Po, i bëra radiogram. U gëzuar? Shumë, Kur kthehet? pas 3-4 ditësh.
Mos do të zgjasë më shumë udhtimi? Jo, nuk e besoj. Po ti? Pse interesohesh kaq shumë? Kot. Gjuetja e peshkut është punë e vështirë, por edhe ajo ka bukurinë e saj. Kur ty ish në thellësi profesionit, do ta ndjesh vetë. E po, sikur u freskuam sa. Si thua? Hym brenda? Hym, kapitan. Hym. Shko pusho. Shërbim të mbar. Këtu pra janë batullat. Një lugin në ujore me shumë peshk. Po që të gjuash këtu, ka rreziqet e veta. Se mund të lesh veglat e peshkimit në det. Prandaj duhet studiuar e tërë kjo zonë. Ku mund të gjendet një vend për të këmbyer dy anije me trata lëshuar. E kam nisur punën, po ndjej vështirësi. Do të bëj që është e mundur, kapitan. Mirë flokët, si leshterik. Po fytyrë, pse si gaforre? Ja ka këputur kot. S'pas ke fjetur akoma? Jo, vlla. Ma çakërdisi gjumin e parka. Kush është ajo? Një keq i egër. Me zi arrita t'ja mësoj emrin. Si e quajnë? Aulona. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes, Nadir. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes, Petro. Do të gjuajmë sot? Apo do vërtitemi përsëri te batullat? Do të gjuajmë. Po dhe batullat do t'i studiojmë. Unë nuk e kuptoj se shtë ka shkrepur në kokë me këto batulla qanë. Po të kishte peshka aty, do gjuanim edhe më parë. Atëre nuk kishim aparaturë moderne. Tani kemi. Prandaj edhe do t'i studiojmë. Le t'i studiojnë anijet e tjera. Kusur kemi ne që kjo të rëndojmë bikurizin tonë? Në fillim edhe mundet të na rëndoj ca. Por pastaj? Pastaj vjen fundi i 15 diqit. Unë kam familje. Të gjithë kemi familje. Se cili mendon për të ti? Mere si të duashar, kapitan. Po ja ku po ta them. Po nuk dole mirë këtë radhë, unë do kërkoj të largohem në një anije tjetër. E po unë nuk po e marrë vesh të ç'po ngjet me këtë kapetanin ton. I është bërë mendja batulla. Kështu do realizojmë planin e? Planin e kemi realizuar gjithnjë. Ai po mundohet për më mirë. E mirë ajo na shkur peshkojmë. Dhe jo kur janë me paravinga në përleshteriqe. Po kërkojmë dhe po peshkojmë njëkohësisht. E po dy kunguj në një sjetull nuk mbaj. Po afrohet fundi udhëtimit. E do shikojmë se do dalë. Ne asnjëherë s'kemi dalë keq. Ndofta kjo ne ka rritur çik më tepër lakmin. Ti lëri fjalë. Petro. Hajde të rregullojmë sferët. Si u ka dandis kjo punë kështu nuk po e merr vesh as dreqi. Që kur futi kamit në një shkencetari, mos prit gjë tjetër. Ore, ti më pa të thënë se vendin e zvendës kapitenit, mjali ta pa taksur ty. Ashtu qenë fjalët.
Po ma se kapiteni nuk ka dëgjuar. Vërtet? S'ma mendja. Nuk ka asgjë për të çuditur. Nuk e shikon se natë ditë rrinë bashk? Të të bëjnë gjuhët i me shkencë. Ka që i ditur djetë ai? Sa t'i jap mend edhe kapetanit? Po t'ishte i ditur, nuk e caktonin peshkim. Po në flotën tregtare. Unë nuk jam në një mendje me ty. Simbas teje, ne s'duhet bëjmë asnjë eksperiment. S'duhet kërkojmë zona të reja peshkimi? Nuk them. Por derisa dalim nga kjo gjendje, mendoj që t'i japim më tepër rëndësi realizimit planit. Ato do të realizojmë patjetër. Por dhe eksperimentet nuk do t'i ndërpresim. Atëherë, unë nuk mbaj përgjegjësi. Përgjegjësi mbajmë të gjithë dhe për gjithçka. Timoni djathtas. Edhe pak. Gjithë timoni djathtas. I dhecimin. Haj Gjazim. Au lodhën. Lodhin në njën më tepër kur shkon mundi dëm. Pse, si dodhën? Shka? Një tjetë. Nuk jo vajtja që mbarë kjo tim, a? Po, nuk arritëm të peshkojmë aq sa shpresonin. Kishit shqyer dhe tratën tek batullat. Trata u shqye sepse ram në cektir. Sidoqoftë, batullat nuk dolën ashtu si shpresoni. Përkundrazi, batullat janë një zonë shumë e pasur me peshk. E janë i tu tregoj gjurmat e ollotit. Nuk e pandeja që do ta mbajë ka gjatë më rinë. Ndofta jemi nxituar. Që të dy. Nuk e kishim njohur në thellësi njëri tjetrin. Jeta është plot papritur. Sidomos ajo në det. Jeta e peshkatarit të thjeshtë. Gjatë kohës që ti ishe në det, unë kam menduar shumë. Dhe me ziprisja që të ktheheshe. Ishte ere parë që ndaheshin për një kohë aq të gjatë. Dhe të them të drejtën, e ndjenja mungesën tënde. Megjithatë, unë them të mos ngutemi. Kam dëshirë të njihem me ty, të të shoh, të të dëgjoj. Po ti? Pse më të rogje? Desh të shtypi. Letë më shtypte. Ç'të duhet ty? Do mbitesh pa përgjigje, hutaq. Aulona! Po, shokuni. Je sekretar partie dhe duhet i shkogjitësh mirë të probleme. Pse të vejt dëm tjerë sa peshkatarëve xhan? Fol për vete, mos fol për të tjerë. Pse? Sepse asnjëri nuk ka ardhur të ankohet. Pa le të shpreh dëshirën të punojnë në anije tjetër. Baze u vjen rënd. Jo. Por gjykojnë më tepër se sa ti. Edhe pse janë më të rinj. Petro, ne nuk e kemi të vështirë të shpijem në anije tjetër. Po, atë nderon ty kjo. Ktheu në anije.
Kapitan, duhet të ngulni patjetër tek batullat. Të gjitha të dhënat për të zonë janë shumë premtuese. Ha, Petro, shtua. Sa harë ka pesh të nxjerë? Shojmë. Dhe batullat tuaja. Shkenca. Mos folë ashtu qëtë. Na ka ndodhur dhe tjetër herë. Po sha marti. Duhet që e përthesi. Petro, sill drugën. Bujar, baj kursin 50 gradë. Shqiponja jemi. Ju dëgjoj mirë, Marja. Ku po gjuani? Tek batullat? Si u shkon peshkimi? Kalata e parë, dobet. Si? Flisni me zë të lartë. Marje. Ndërpriteni me njëherë gjuetin aty. Po përse ta ndërpresim? Nuk do punojnë anije tjera për plotësuar planin tuaj. Shoku mjal. Mos harroni se jam shefi flotës. Dhe përgjigjem për gjithçka. Urdhrin e shefit flotës ne zbatuam. Megjithse ishim plotësisht të bindur që ajo nuk ishte të drejtë. Ti, shoku mjal, nuk na lejove të mbaronim udhëtimin. Ne porsa kishim përfunduar kontrollin e zonës, kur na detyrove të gjuajmë pranë anijeve të tjera. Pa ndërhyrjen time ju do kishit zënë vetëm fuqi bitumi. Kurse unë mendoj se mbas një udhëtimi tjetër, ne mund të fillojmë gjuetin me koçe në një zonë të re. Të hedhësh gjithë flotën në gjuetin me koçe, në një zonë të pastudjuar, më duket vendimin nxituar. Unë jam i mendimit të shkojnë në gjuetim me Borakun 2 shok. Dhe le ta shohim problemin konkretisht në vend. Mendimi i shokut Niko më duket i drejtë. Jam gati të shkoj me Borakun. Gëzuar. Ha pra? Thuaj edhe ti gëzuar. Gëzuar. Këtë udhëtim do të qëndroj gjatë. Ma solla atë? Çfarë? Fotografin pra? Ua, kë. Mundtimin e solla. Ua. Ç'është kjo? Portreti im pra? Am pa të thënë fytyrë ka fare. Qënë ka e bukur. Ikim tani? Ka i shpejt. Edhe kaq në dënjëm shumë.
E po, gëzuar dhe njërë me funda, shef. Gëzuar. Na vaft ma shkenca, shef. Ha, Petrit. Si duke në gjurëm të Ollotit. Dobet, kapitan. Kapetan, kaluan plot 4 orë. Pse nuk jepni urdhën të reqin tratën? Tani do jap sinjalin. E, kapetan. E sheh që nuk mulmoja kot. Mendo se çfarë do të note si kur të sillnim këtu gjithë flotën. Mos u ngut, shef. Kalata e parë është. Kapitan. Po sikur dëgjuani më në thellësi. Po. Do gjuhim më në thellësi. Përse nuk po e ngrejnë tratën? Ndofta akoma nuk kanë rënë në tufën që kërkojnë. Më vjen keq për kapetanin. U bë kaq kohë që po mundohet. Asnjëherë nuk kam besuar se në këto ferrishte mund të ketë tufa të mëdha peshku. Atëherë pse ne mundoni kot? Për këtë kam ardhur. Ti japim fund eksperimenteve. Pas 4 orë e gjysë u kujtuan të nxjerrin tratën. Të shohim çfarë kanë zënë. Ha, Petra, shtua. Sot do të ketë tërmet 9 ballë zjagatia. Do ta lagi mirë sot. Jema, merrni arka dhe filloni seleksionimin. A shef, i kënaqur? Me këtë kalat po. Të shohim rezultatin e kalatave tjera. Petrit, nuk po më pëlqen ky det. Shqiponja, si më dëgjon? Marrje. Shqiponja ju dëgjon mirë, marrje. Nga jug perëndimi parashikohet të ketë fortunal. Merrni masa të ktheheni sa më parë në Porto. Marrje. Të dëgjova mirë. Të faleminderit. Miru ta kofshim. Kthehe për në Porto. Kursi 140 gradë. Djema, nxitoni të fusti peshku në frigorifer. Na njoftuan se do të kemi fortunal.
Shqiponja jam. Boraku, të dëgjoj mirë Marja. Kapetan, foli drejtorit. Borak, Ania Tomori ka avarit të rëndë. Me njerë në kuadratin 14. Ju kuptova drejt. Tomori ka avarit të rëndë. Të nise me njerë në kuadratin 14. Petrit, kthej Anien mbrapsht dhe jepi me tërë shpesim. Si urdhëron kapitan. Gjazim, do nxjerrin kapjanin e trash të rimorkimit. Ania Tomori ka avarit të rëndë. Do të rimorkojë. Jaku. Tomori, si me dëgjon, Marje. Të dëgjoj, dhe të shoh mirë Borak, Marje. Alim, përgatitu të marrësh kapjanin e madh nga ne. Petrit, po nisemi. Baje kursin 135 gradë. Si urdhëron kapitan. Kursi 135 gradë. Tomori, po nisemi. Si më dëgjon? Marja. Të dëgjoj mirë, çdo gjë në rregull. Nisuni. Alim, siguroje mirë kapjanin. Do lundrojmë me qoshen e bashit. Dhe radion mbaje gjithmonë në përgjim.